fakt 2 mysafirët e tjerë për të ndarë çmimet në kategorinë e muzikës popullore. Është drejtoresha e botës sot Dafina Xhemaj dhe gazetari i showbizit në bota sot Maksim Gjokaj. Mbroma, keni na që unë kam drejtoreshën më të bukur? Okej, ndjekim, vërtet është, ndjekim nominimet. Çmimi popullore. Të shohim se ku shkon. Fakt në fillim është çmimi popullor për artistin mashkull. Fakt si gazetë kombëtare dhe popullore, duhet të ndajmë këtë çmim apo jo Dafina? Jetën çmimi takon Shkurtë dhe Naxhie Feza për ty motë. Kur me ty çaj hallin, ma e lutur jam. Kush ka motra botën ka, por kush ka Shkurtë Fezën, na bën ende më shumë të ndjehemi që jemi shqiptarë. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma, përshëndetje të gjithëve, jam shumë e kënaqur për këtë vlerësim, edhe pse shumë vite në skenë, megjithatë vlerësimet e tilla të bëjnë me uni mirë, bëjnë ende me ushtimi luk për të vazhduar edhe matutje me këngë të bukura. Faleminderit shumë. Përshëndetje gjithëve. Ishte kënaqësi, privilegj për mua që të bashkëpunoj bashkë me motrën time për Shkurtë Fezën. E falenderoj edhe Zikon për këtë çmim. Është bukur kur vlerësohet puna jote. Faleminderit shumë.